Gjysën e Kosovës e udhëheq Aleonca, që rezultati ynë në këto zgjedhje do të jetë dyshifror, do të jetë befasia më e madhe këtyre zgjedhjeve. Një e dim sakt që i prin Gjini, që kryetari Haradinaj deputet, që kryetari Haradinaj me pat defektin që është thelbësor e me shujta, me lëmu dikana. Gjysën e Kosovës e udhëheq Aleonca. 5 komunat kryesore, domethënë të cilat janë edhe simbol i qeverisjes mirë, udhëheq Aleonca. Aleonca është partia që e ka bu opozitën mas drejt për drejti, që e ka ballafaqu këtë opcion politik mas fuqishëm në parlament. Aleonca e ka listën që del nesër bëhet publike, e cila nuk mund ja gjen një shibë as kujt. Aleonca e ka udhëheq kryetar partia Ramush Haradinën, që është njëri më i dëshmuar që secili shqiptar mundet me sit kryet një astak me flajt shlirë kur të është ai në udhëheqje. Aleonca e ka bukur jetike me dalë në rezultat dyshifror. Unë jam i bindur që rezultati ynë në këto zgjedhje do të jetë dyshifror, që si Aleoncë do të tregojmë që jo vetëm që nuk garojmë për 6 deputet. Garojmë një ekip bukur të fortë, e cila do të jetë befasia më e madhe këtyre zgjedhjeve. Zakonisht procedura që është Këshilli Drejtues, lista fillimisht aprovohet si listë alfabetike. Pastaj rënditja nuk e ka shumë rëndësi, një e dim sakt që i prin Gjini, që kryetari Haradinaj deputet ndoshta ekskluzive që do të jetë Balimo Arrema në listë, do të garan diçka si mla shumë përshtypje të mirë. Pastaj në listë do të jetë edhe Dauti. Në listë do të jenë një ekipe njerëzve të cilëve nuk ja u di numrat, se nuk e di as numrin tim. Nuk e di për shkak se numrat nuk e di as numrin tim, edhe po them me përgjegjësi. Ajo është një diskutim pastaj që bëhet, për shkak se ka një rrjedhë të numrave. Kriteri themelor për numër është gjithsesi është vota. Mirë, po përveç votës është edhe prurjet e reja, njerëz që në art të cilët nuk i kam diskutu, mirë, pa ajo që mund të them është kjo listë, e shihni edhe vetë, do të jetë listë me të vërtet konkurrues. Çka më bëta tash, kryetari Haradinaj me pat defektin që është thelbësor e me shujta, me lëmu dikana? Jo, bre Erdogan. Kur ti je në opozit, dush me artikulu qëndrimet e tua me argumente. Pse po e them këtë? Para, se sa është qeverisja e mirë, ju e dinoni, vetë jam profesor i kësaj teme, pse në universitet. Se sa është qeverisja e mirë apo e keqe, kjo varet prej treguesve, indikatorëve. Fillimisht ka qenë gabimi i parë, ka qenë kur ne kemi vënë si pan, dhe na kanë fut gjithëve një thes, nuk jam në thes, as me PDK-n, as me LDK-n, as me VV-n, as na jem që në pojnë, na kanë fut. Ja po kupton, Aleonca u vut një thes me parti politike të Kosovës, me vetëvendosje, me PDK, me LDK, të cilat kanë qenë tona në pushtet ma largë se na, e thujnë jeni, po jeni garda e vjetër, po qëfar garda e vjetër në 2 vjetë më kom pushtet, po të ka dhe që ka kom bu për 2 vjetë.